çfarë ndodh këtu? Këtu i gjithë procesi fillon me larjen, automatikisht lopa shkon vetë. Roboti i bën një herë larjen, pra garanton higjienën e mieljes. Pra roboti bën edhe pastrimin? Gjithçka, pastrimin dhe mieljen. Dhe mbasi ka pastruar, i futen ato gotat, që themi, në gjithë dhe fillon procesi mieljes. Dhe këta i ka bërë këtë vit? Kjo ndryshoi pra? Da si sa një investicion fondizemjar. Na, 2023. Jo, në 23-shin. Ose natyrisht periudha sa për... Si e ka bërë dikur për para mielje? Unë të forher varmitajnë ose melkstand. Melkstand. Me stacion. Shirësh në Shqipëri, që kanë to. Që ky është pastrimi, e? Po. Pastrimi i gjirit? Masazhi, vete. Vi lernen di kye njerëz. Me shumë durim. Me durim, me mësoj, u dërshë vit të mësonte. Es dauert cirka 4 bis 5, 6, 7 Tage. Ka nevojë për një 5-6 ditë derisa ato adaptohen. Kur shumë shirani? Tani, si është i gjithë, shkon këtu dhe nga këtu shkon direkt në tang, nuk ka kontakt me njeriun. Shikë dhe këti? Para. Këtu shkon, vjen ajo tani, vetë. Dhe pastaj mbasi kalon një lopë, ajo bën larjen, disinfektimin, në mënyrë që një smundje e gjirit. Kujdes. Bën larje. Po bën larje. Larjen e implantit, se ndryshe të mos kaloj nga një lopë të tjetra. Po. Tani, gjithçka është kontakti i vetëm është ai atje dhe kalon në automat dhe pastaj kalon në O bukurose. Më e mira vjet ka qenë me 14.500. 14.500 Ja, shisi ikin vend direkt atje. Po, vend. 14.500 litra është fabrik. Fabrik, tamam. Do më thënë, nga një lopë në vit, a i ka marrë 14.500. Do thot është... Pra, një për arsyeve është kjo lloj mielje. Mirëqenia e kafshëve që do thot për këtë është shumë e rëndësishme, kujdesja, komforti i tyre. Shtrati me kafshë natyrale, me vend të bollshëm. Pra, vendi bollshëm, fakti që dalin jashtë, fakti që mile në këtë mënyrë, është kjo lloj mielje. Sa kushton një mielje e tillë? Domethënë një roboti. Was kostet so ein Roboter? 350.000 euro haben die zwei gekostet. Këta të dy, do me thënë, diku të 350.000 euro. 350.000 euro, por, dy robot. Por ama kanë ndikuar që sa të rritën të ardhurat e ti? Nuk është vetëm në këndvështrimin e sa fiton të ardhurave, por edhe në të kursyerin e fuqisë punëtore. Ai s'ka nevojë për punëtor. Fare. Atëre e dashur për ta përmbledhur këtë që pam, që është një eksperiencë fantastike. Dy janë gjërat që Thomas sot i ndryshuan nga jo këtu, se këtu ishte fillimi, po të paktën atje 2023. Nga 9.000 në 10.500 mesatare. Do me thënë, ai kaloi në 1.000 litra plus në vit. Për krerë. Mesatarja, se si tha, një lop vetëm kishte 14.500 litra, çka është një rekord goxha për të respektuar. Super. Pra, dy janë gjërat për t'i përmbledhur. Ushqimi, ndryshoi ushqimin. Themi fal asistencës së vazhdueshme të Schaumanit, që është lider në teknologjitë të ushqyerit, dhe implementimi i robotëve, për cilët ai thotë se kam kursyer nga 4 punëtor, pra familja ai dhe pjesëtarë të tjerë, të cilët punonin 6 orë në ditë. Sot me robotët ai ka një njeri e gjysmë, ky është kalkulimi që bën, 2 orë në ditë. Kaq është investimi që bën ai në fermë me blerjen e futjen e mieljes me robot, por edhe resurset që ai shfrytëzon, që patjetër. Pra, ai ka gati 100, që i bie është një fermë e vogël në ide. Relativisht e vogël, por
me të dhënat, me mënyrën se si ka automatizuar fermën, ai ka një prodhim fantastik mund Po, thua. patjetër me 10.500 litër mesatare është edhe në rang europian është patjetër në maja. Plus që ka një tuftë të shëndetshme dhe në një natyrë të mrekullueshme. Trotzdem ist das Ziel nicht hohe Leistung zu haben, sondern langlebige Tiere. Siç e tham, për këta është shumë e rëndësishme jo vetëm rendimenti të arrijë në një vit maksimal, po gjatësia e kafshëve. Sa gjatë ata i mbajnë kafshët në stall, themi ato prodhojnë me rendimente të mira. Se nuk bëhet fjalë vetëm që të jetosh ti mirë prej kafshës, po dhe kafsha mirë prej teje. Këto dy janë të rëndësishme.